Një operacion i koordinuar ndërkombëtar i zhvilluar në orët e para të mëngjesit të kësaj të marte ka goditur një grup kriminal të strukturuar që operonte përgjatë boshtit Itali-Shqipëri. Autoritetet gjyqësore të Barit dhe ato të Spakut në non-brellën Eurojustit kanë ekzekutuar 15 masa sigurie në lidhje me një hetim kompleks që bashkon vrasjen e 26 vjeçarit Francesco Di Viesti me një skem të gjerë të pastrimit ndërkombëtar të parave. Nga 15 personat ndaj të cilëve është lëshuar masa e sigurisë, pjesa dërmuese janë lënë në arrest me burg. Vrasja e 26 vjeçarit nga Barleta, një ngjarje që tronditi opinionin publik në prill të 2025-s, ka qenë një ndër shtyllat e këtij hetimi. I riu u zhduk në 25 prill të 2025-s në Canosa di Puglia dhe trupi i tij pa jetë i gjendur 4 ditë më vonë në 29 prill në një ndërtesë të rënuar në zonën ndërmjet Canosa di Puglia dhe Minervino Murge, paraqiste shenja të qarta të goditjeve me armë zjarri dhe ishte pjesërisht i karbonizuar. Sipas hetimeve të Drejtorisë Hetimore Antimafia të Barit, vrasja dyshohet se është kryer me metodë mafioze dhe dyshohet se është e lidhur me trafikun e lëndëve narkotike. Paralelisht me zbardhjen e vrasjes, operacioni ka çmontuar një organizatë kriminale të jetë aktive me seli në Tiranë. Grupi ishte specializuar në riciklimin e sasive të mëdha të parave të gatshme, të cilat grumbulloheshin nga aktivitetet të palishme në Itali dhe transferoheshin drejt Shqipërisë. Ky rrjet ka qenë subjekt i monitorimit të gjatë të Drejtorisë Hetimore Antimafia të Barit dhe skuadrës mobile të Andreas. Suksesi i këtij operacioni atribuohet bashkëpunimit të ngushtë ndërmjet Drejtorisë Hetimore Antimafia të Barit dhe Prokurorisë Speciale kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar në Tiranë. Kontributi i ekspertëve të sigurisë në Tiranë është cilësuar si vendimtar për thyrjen e qarkut kriminal që shfrytëzonte territorin e të dyja vendeve për të fshehur gjurmët e vrasjes dhe për të pastruar përfitimet financiare të palishme.